Sirenat e alarmit ajror u aktivizuan në Bahrein dhe Kuvajt në orët e para të së hënës, pasi të dyja vendet thanë se reaguan ndaj sulmeve iraniane me raketa dhe dron. Në një deklaratë të publikuar nga mediat shtetërore iraniane, Garda Revolucionare Islamike tha se ka goditur bazën ajrore Ali Al Salem në Kuvajt. Sipas saj, sulmi kishte në shënjestër pajisje ushtarake, mjete ajrore dhe një hangar ku ndodheshin dron amerikan. Garda pretendoi gjithashtu se ka shndruar një radar amerikan në Kuvajt me një sulm me dron. Ajo tha se ka sulmuar objektiva edhe në Jordani. Sipas saj, u goditën me raketa balistike, avion amerikan të transportit ushtarak dhe objekte të komandës në aeroportin e Akabës, duke shkaktuar dëme të mëdha. Garda pretendoi se të dielën vonë kishte sulmuar 2 cisterna nafte në ngushticën e Hormuzit, duke i nxjerrë jashtë funksionit. Ajo nuk bëri të ditur identitetin e anijeve, por tha se po lundroni në korsin jugore të ngushticës, në nxitjen dhe presionin e ushtrisë amerikane. Autoriteti britanik për operacione tregtare detare njoftoi se një anije mori flak në ujërat e Omanit. Sipas njoftimit të publikuar në orët e para të së hënës, incidenti ndodhi një ditë më parë, ndërsa shkaku ende nuk është konfirmuar. Autoriteti u bëri thirrje anijeve që lundrojnë në zonë të tregojnë kujdes të shtuar dhe të raportojnë çdo aktivitet të dyshimt. Incidenti ndodhi në pikën më veriore të gadishullit Musandam të Omanit, në hyrje të ngushticës së Hormuzit. Sulmet në rajon u intensifikuan ndjeshëm ditët e fundit. Përveç goditjeve amerikane ndaj objektivave ushtarake në Iran, Teheran ndërmori sulme me raketa dhe dron ndaj bazave amerikane dhe objektivave të tjera në Jordani, Kuvajt, Bahrein dhe përgjatë ngushticës së Hormuzit. Për shkallëzimi shtoi frikën se luftimet mund të përfshinë më gjerësisht rajonin e Gjirit Persik dhe të rrezikojnë një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë.